Horoskopi ditor e hënë 10 mars 2025. Dashi, këtë ditë të parë të javës, zemra juaj do të jetë një vulkan emocionesh. Yjet tregojnë një takim të veçantë për ata që janë beqar, ndërsa çiftet do të gjejnë një bashkëfaqësi të re. Në dashuri, lëreni veten të udhëhiqeni nga instinkti. Në punë, nuk do ju mungohej energjia, por mund të përballeni me sfida të rëndësishme që duhen menaxhuar me shumë vendosmëri. Megjithatë, bëni kujdes të mos e teproni, pasi shëndeti juaj mund të vuajë. Gjeni një ekuilibër midis punës dhe relaksimit. Demi. Për Demin, dita do të jetë një ditë e qetë. Në dashuri është koha të sqaroheni dhe të vendosni në rregull ndjenjat tuaja. Komunikimi me partnerin do të jetë thelbësor për të shmangur këto kuptimet. Në punë, këmbëngulja juaj do të shpërblehet, por mos u kapni nga ankthi rezultateve të menjëhershme. Shëndeti kërkon pak vëmendje. Shmangni ngrënien e tepërt dhe jepini vetes kohë për të shlodhur. Pinjakët. E nesërmja do të karakterizohet nga një vitalitet dhe dëshirë e madhe për të bërë gjëra. Në dashuri mund të tërhiqeni nga një njohje e re, ose të rizbuloni pasionin në marrëdhënie. Në punë, krijimtaria do të jetë një armë fituese, ide dhe projekte të reja do të marrin formë lehtësisht. Shëndeti do të jetë i shkëlqyer, por përpiquni të mos humbni energjinë duke u marrë me shumë angazhime. Kujdesuni për veten. Gaforja, dita do të jetë një ditë intensive në planin emocional. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për një intimitet dhe mirëkuptim më të madh nga partneri. Mos keni frikë të shpreheni se si ndiheni. Në punë do të ketë sfida, por sa i intuitës tuaj do të dini si t'i përballoni më së miri. Shëndeti mund të ndikohet nga stresi. Përpiquni të relaksoheni dhe të përkushtoheni aktiviteteve që ju bëjnë të ndiheni mirë. Luani. E hënët do të jetë një ditë plot energji. Në dashuri do të jeni protagonist dhe do të keni mundësi të përjetoni momente të paharrueshme. Pasioni do të jetë i lartë, si për beqarët, ashtu dhe për ata në çift. Në punë, vendosmëria do ju lejojë të arrini qëllime të rëndësishme. Sidoqoftë, mos e nënvlerësoni nevojën për pushim. Shëndeti duhet të ruhet. Dëgjoni trupin tuaj dhe bëni ca pushim. Virgjëresha. Dita do të jetë një ditë reflektimi. Në dashuri është koha për të vlerësuar ato që dëshironi në të vërtetë. Nëse ka dyshime ose keqkuptime, trajtojeni ato me qetësi dhe racionalitet. Në punë mund të ndiheni në presion, por aftësitë tuaja organizative do t'ju ndihmojnë të menaxhoni gjithçka më mirë. Shëndeti kërkon vëmendje. Shmangni situatat stresuese dhe jepni vetes kohë për të shlodhur. Peshorja. E hëna do të jetë një ditë harmonie. Në dashuri, yjet do favorizojnë mirëkuptimin me partnerin dhe mundësinë e takimeve të reja për beqarët. Në punë, do të arrini të zgjidhni çështje të vjetra dhe do të ecni përpara me sukses me projektet tuaja. Shëndeti do të jetë mirë, por përpiquni të mos e teproni me angazhimet. Pak ekuilibër mes punës dhe argëtimit do t'ju bëjë mirë. Akrepi. Dita do të jetë një ditë intensive dhe emocionuese. Në dashuri, energjia juaj magnetike do të tërheqë vëmendjen dhe do të përjetoni momente me intensitet të madh emocional. Në punë, vendosmëria do ju shtyjë të kapërceni pengesat dhe të arrini qëllime të rëndësishme. Megjithatë, kushtojini vëmendje shëndetit. Energjia nuk është e pafundme dhe ju duhet të rigjeneroheni. Kushtojini kohë vetes dhe pasioneve që keni. Shigjetari. E hëna do të jetë një ditë e mundësive të mëdha. Në dashuri mund të përjetoni momente lumturie të mëdha dhe ndjenjash me partnerin ose mund të keni një takim të veçantë. Në punë, shkatësia do ju lejojë të arrini rezultate befasuese. Shëndeti do të jetë i mirë, por mos e neglizhoni rëndësinë e një diete të ekuilibruar dhe ushtrimeve.
Gjeni kohë për veten dhe ato që jeni të pasionuar. Britsjapi. Britsjapi do të jetë një ditë reflektimi dhe planifikimi. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për të sqaruar ndjenjat tuaja dhe për të diskutuar ato hapur me partnerin tuaj. Në punë është koha për të vënë në praktik strategji të reja dhe për të përballuar sfidat me vendosmëri. Shëndeti kërkon vëmendje. Mos e lini pas dore pushimin dhe përpiquni të ruani një ekuilibër mes angazhimeve dhe relaksimit. Ujori. Të hënën do të ketë një ditë kreativiteti dhe inovacioni. Në dashuri, yjet do favorizojnë takime të reja dhe mirëkuptim më të madh me partnerin. Në punë, do vlerësoni idetë tuaja origjinale dhe mund të merrni propozime interesante. Shëndeti do jetë i mirë, por mos harroni të kujdeseni për veten. Kushtojini kohë aktiviteteve që ju relaksojnë dhe ju rikarikojnë. Peshqit. Dita do të jetë sa nostalgjie aq dhe qetësie. Në sferën e ndjenjave mund të ndjeni nevojën për më shumë dashuri dhe mirëkuptim. Mos keni frikë të hapeni dhe të shprehni ndjenjat. Në punë, ndjeshmëria juaj do t'ju lejojë të kapni detaje të rëndësishme dhe të zgjidhni situata komplekse. Shëndeti do jetë i mirë, por përpiquni të shmangni stresin e panevojshëm dhe të përkushtoni asaj që ju bën të ndiheni mirë.